Mirë të ndëruar teleshikues, në rikthehemi sërish në studion në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit të ditës dhe për gjatë minutave në vim do të ndalemi dhe do të flasim për sistemin e drejtësisë dhe më konkretisht do të ndalemi në një ngjarje të disa ditëve më parë. 2 ditë pas u vu në prangë, avokati Ulian Bariami është liruar nga qelia me urdhër të prokurorisë Elbasanit. Bariami u vu në pranga pas përplasjes me prokurorin Gjergjit Seka në seancën për konfirmimin e masave të sigurisë për 14 persona të arrestuar më 13 tetor në një lokal në qytetin e Elbasanit. Avokati u vendos në pranga pas kallëzimit të bërë nga prokurorit Seka se ishte kërcënuar në seancë. Ndërkaq, në audion e siguruar vetëm pas kësaj ngjarje, dëgjoi avokati teksa hodhi akuza për manipulimin e provave, ndërsa ju drejtua prokurori duke i thënë se do të merrej personalisht me të dhe oficerët e policisë gjyqësore dhe se do të bënte kallëzim pasi konstatonte element të veprës penale. Kjo është panorama e përgjithshme asaj se çfarë ka ndodhur me avokatin Ulian Bajrami. Ne do të diskutojmë dhe do të analizojmë se çfarë pasojash do të sjellë kjo goditje e avokatit, një goditje e cila nuk është e vetmja, por ka ndodhur edhe me shumë persona të tjerë të drejtësisë në vendin tonë. Këto e shumë të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë me avokatin Stefan Topalli, i cili më është bashkuar në studio. Avokat, përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Faleminderit, kënaqësia ime. Avokat, e diskutojmë dhe flasim më konkretisht për këtë situatë, për këtë ngjarje, kryefjala e së cilës është avokati Ulian Bariami, për të ndalur më pas tek të gjitha problematikat me të cilat përballet sistemi i drejtësisë në vendin tonë dhe cilat janë pasojat. Kur u vendosën në dieni të kësaj ngjarje, si do ta përshkruani, cili ka qenë komenti, opinioni juaj i parë? Po, faleminderit, realisht është një ngjarje makabër për vetë sistemin e drejtësisë, sepse ha mendohet që organi i akuzës, pra përfaqësimi i shtetit, të sulmojë një individ i cili ushtron një profesion të lirë atë të avokatit, është diçka e paparë, nuk ka ndodhur ndonjëherë në sistemin e drejtësisë, konkretisht në mënyrë të drejtë për drejtë e para. E dyta, ne jemi solidarizuar të gjithë kolegët me Julin, siç e thrasim, sepse është diçka shumë tragjike për sistemin e drejtësisë e para. E dyta, unë nuk mendoj, pavarësisht faktit që i takojnë organeve të hetimit, pra organit të akuzës, prokurorisë Tiranës në këtë rast, po ju vjen edhe ndjeni që tani po heton prokuroria Tiranës si çështje, që ta hetojnë nëse ka vepër penale apo jo, po në mënyrë absolute nuk shoh asnjë vepër penale për vetë faktin e thjeshtë dhe konkret. Avokati ka thënë, e kemi audion, e kemi dëgjuar, jo një herë, e kemi dëgjuar me qindra herë, do merrem personalisht nga ana procedurale, nuk ka pas ndonjë kërcënim real nga ana individuale. Avokati është palë në një proces gjyqësor, dhe pa avokati nuk mund të ketë një proces gjyqësor. Atëherë i takon që gjyqët i bajnë që si në kohën e diktaturës pa avokat, një gjyqtar i shtetit, një prokuror i shtetit, të vendoset drejtësia pa avokatin, gjë që është e pamundur, në asnjë republikë të botës nuk ka gjyq pa një përfaqësues ligjor që quhet avokat. Dur me e kthy kështu, ta kthejnë kështu, sepse e kanë bërë avokatin leck, e kanë kthyer figurën e avokatit leck. Është edhe fajon, patjetër, është edhe fajon. Kur thoni fajon, faj kujt? Po sepse I njerëzve të drejtësisë apo i gjithë qytetarëve të vendit? Jo, ne na kanë etiketuar një holl të keq dhe figurë të keqe, pa harruar që avokatia është profesioni më i vjetër në botë, pra i dyti më i vjetër në botë. Dhe avokatia në Shqipëri është kusrëçameti, sistemi i avokatisë. Pra të me thonë figura avokatit, për mirë të themi. Figura avokatit, trajtimi i avokatit, e këtë gjëra është kusrëçameti. Dhe këtu është stop. Ju e mani mend shumë mirë se para ca vitesh, para një vitit e ca, u godit një avokat tjetër, duke shoqëruar fëmijët e tij
kolegu jonë Sokon Mengjesi, duke shoqëruar fëmijët e tij në shkollë, u godit në një mëngjes shumë të bukur, kur gjithë po shkonin në për punë, në për takime, në për gjyqe, gjithçka tillë. Tragjedi e vërtet, pa harruar faktin që me gjyqtar e qoftë i ndjeri Skert Konomi në Vlorë, qoftë i ndjeri gjyqtari i apelit në gjykatës së jurisdiksionit përgjithshëm Astrid Kalaja, pa harruar edhe avokatë tjerë që goditur janë vrarë. Mos harroni për atë sa vitesh edhe zotin Gurra, të ndjerin Gurra në Elbasan, që u vra në një lokal duke pirë kafe mas dite. Pra janë gjithë të ngjarje që janë alarmante, janë këmbën alarmi për çdo individ që punon në sistemin e drejtësisë. Avokat, vetë prokuroria e tha haptazi që ishte një procedurë e cila duhet ndjekur në një formë tjetër dhe jo atë se çfarë ndodhi me avokatin Barjami, pra vendosja e tij pas qelive të burgut. Pse pikërisht në këto momente doli prokuroria në këtë konkluzion? Atëherë, ideja është shumë e thjeshtë edhe është shumë e qartë. Privimi i lirisë është një tmerr i vërtet. Neve që merremi vetëm me penale, unë merrem vetëm me penale, e di çfarë do të thotë privimi i lirisë, qoftë edhe për 1 orë, jo më për 3 ditë ose 2 ditë. E para, e dyta që është më e rëndësishme, ka qenë diçka e kundërligjshme. Prokuroria ishte ajo që kërkoi arrestimin e kolegut tonë. Jo se ka marrë iniciativën oficerja e policisë gjyqësore ose oficeri i policisë gjyqësore. Nuk mundet oficeri i policisë gjyqësore pa pas një urdhër dhe një miratim nga organi akuzës, prokuroria, për të kryer një arrestim ose ndalim me iniciativë këtë rast. Me kupton? Dhe ndodhen këtë situatë, i takon që avokatit shkojnë sallë gjyqit edhe të heshtin. Pra kjo nuk është normale për një sistem pozitiv të drejtësisë. Çfarë do të quanim normale, avokat? Po normale është, e para normale është që gjyqtari ka një derë caktuar për të hyrë në gjykat, prokurori dhe avokati janë palë në një gjyqësor. Dikush përfaqëson shtetin, ne përfaqësojmë klientët tanë. Dhe nuk duhet prokurori me hyrë nga dera e gjykatës, ndërsa ne si avokat të hymë në dera normale, pikë pari. E dyta, çdo prokurori në zyrën e gjyqtarit. I lutem. Sepse ndoshta se keni dëgjuar, po ja them unë. Në sistemin e drejtësisë është shumë e rrahur ajo shprehje që gjyqtarët janë në tertë e prokurorëve. Pra që vendos prokurori e lën fuqi gjykata. Jo gjithë, po rëndomti kështu po ndodh, se ne po i shohim për ditë të gjëra. E para. E dyta, figura avokatit është një figurë që duhet respektuar. Duhet respektuar sepse është palë në një proces gjyqësor. Dhe nuk mundet figura avokatit të përdoset. E dini ju sa gjoba i vjen avokatërve për mos marrje pjesë në procese gjyqësore, sepse mund të ketë përplasje orarësh, mund të ketë vonesa ose diçka e tillë. E din sa pret një avokat për të filluar gjyqi? 1 orë, 2 orë. Pra e shef divergjencën, pra krahasimin midis njërit edhe tjetrit, pra është një tmerr, një kaos procedurial, të cili duhet stopuar sa më parë që të jetë mundur. Këto ngjarje si rrjedhoi e kujt vinë avokat, ose për ta bërë konkretisht cila ngjarje? Për ta bërë në një tjetër lloj mënyre pyetjen. A mbetet kjo goditje, jo vetëm për avokatin Barjami, por për një sër kolegësh të tjerë, qoftë prokuror apo qoftë edhe gjyqtar, një njoll për sistemin e drejtësisë kaq shumë të trumbetuar në vendin tonë? Po patjetër që mbetet një biles. Unë nuk do me fol për gjyqtarët edhe prokurorët, sepse janë institucionet përkatëse të cilat i mbrojnë KLG-ja edhe KLP-ja. Unë do të flas për familjen tonë që është e avokatëve. Pra, sigurisht kemi edhe dhomën e avokatisë, e gjitha gjërat se edhe ne përfaqësohemi se si jemi jetim, domethënë, por ideja është e tillë, të godasësh një avokat mas shpine, është pa drejt,
thjesht me një qikë pushtet ma shumë që ke se të jep ligji, kjo është përshtatësi dhe marrëzi. Dhe ky është përdorim detyre. Dhe nuk është përdorim detyre i avokatit që i thotë, unë do merrem personalisht me ju për vetë faktin sepse kjo provë është falso. Çfarë problemi ka? Do merrem personalisht me ju, do thotë, do të bëj kallëzim, do të shkruaj KLP-s, do të shkruaj LD-s, janë institucionet përkatëse. Ku është kërcënimi këto? Këtu nuk ka asnjë kërcënim, domethënë. Thjesht. Por janë ngritur 3 akuza, kanë ose për shkak të detyrës, kanë ose gjyqtarit dhe kundërshtimi dhe goditja e gjyqtarit. Në fazë timeve jemi. Përderisa është akoma në fazë time, prezumohet pafajësia deri në një vendim form sprayer. Akuzat mund të jenë edhe sa Bibla, të gjata, sa libri i Biblës i gjatë, po varet kush e aprovon, varet a pranon gjykata, varet a bien akuzat apo jo. Unë mendoj që këto akuza janë absurde. Janë absurde dhe stresi që pëson një njeri duke qëndruar 2 ditë i arrestuar. Kush e rikuperon? Me vërtet që prokuria e Elbasanit doli, edhe tha jo, kështu duhet mund jep në mënyrë tjetër e gjitha gjërat. Kush e rikuperon stresin atij djali, kolegut ton, Julit? Kush e rikuperon stresin e familjarëve? Kush e rikuperon stresin ton si avokat? Ore, para ca ditësh i ndodhi Julit, nëse mund të na ndodhin edhe ne. Mund kujtohet një shprehje shumë e bukur e Giovanni Falcones. Siamo dei morti che camminiamo, do të thonë jena çani vdekur që ecim. Në kohën e Palermos, e kuptojmë kohën e Cosa Nostrës, ose diçka tillë ku ka qenë Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Por edhe ne, kush na siguron nesër ne? Kush na siguron? Ne duhet me Deo mos që të fitojmë një status, si që ka prokurori dhe ka edhe gjyqtari, të paprekshmërisë. Paprekshmërisë, sepse figura është avokatit është një figurë pilastër në sistemin e drejtësisë. Nuk ka sistem drejtësie pa avokat. Harrojeni. Dhe nuk do na ulin kokën. Këto ngjarje vetëm na forcojnë. Por deri kur duhet reaguar se s'ban në mënyrë imediate, në mënyrë të tillë që të sigurohet edhe mbrojtja avokatit, siç e ka edhe gjykata. Të sigurohet mbrojtje, po, të sigurohet mbrojtje, të sigurohet një status i veçantë avokatit, të status i veçantë. Sepse normalisht puna juaj është e tillë që keni të bëni me po patjetër, jo, nëse kemi problemin vetëm me klientelën, Absolutisht. Se një avokat, në qoftë se ka problem me klientin, atëherë është vaj me det, nuk është avokat, domethënë. Përderisa është përtu vetë nga klienti, s'ka palë të tjera normalisht. Po patjetër. Mos harrojmë që u plagos edhe një avokat tjetër, ish prokuror, që ka qenë Adriatik Cama, për një divorc, pra disa vitesh, pranë gjykatës së Tiranës, dhoma civile, të Lana. Pra, janë gjithë të ngjarje që ne i lamë me kaluhe, bëjmë Qanolli, edhe 3 ditë maksimumi. Ku qëndron përgjegjësia, avokat? Urdhëro. Ku qëndron përgjegjësia? Te sistemi i drejtësisë. Te sistemi i drejtësisë. Te sistemi i drejtësisë. Te sistemi i drejtësisë. Unë jam antar i Këshillit Përgjithshëm Llomës Kombëtare të Avokatësisë dhe ne do bëjmë mbledhjen. Mbledhjen e parë që ne do bëjmë, pavarësisht se komiteti drejtues i Llomës Kombëtare ka vendosur bojkotin 5 ditor deri të hanën pra të hanën do fillojmë punë. Unë do një rezervë, në sigurin nga edhe për disa tjera. Ne sot kemi pas mbledhje me Ministrinë e Drejtësisë për kodin e për draftin e ri të kodit penal. Dhe është ndëruar çdo gjë deri në njoftim të dytë. Sigurisht që do na thrasin edhe ne antarë të Këshillit Përgjithshëm që të ngejmë zërin. Sigurisht që do hartojmë edhe ne një plan tonin që të drejtojmë Ministrisë përkatëse që të jepet avokatit i mbrojtje. Që është shumë e rëndësishme. Është tepër e rëndësishme. E qartë. Avokat, ne do të vjojmë të flasim për drejtësinë, por në pjesën tjetër të mbetur të kësaj hapësire duhet të ndalem tek prokuroria e posaçme SPAK, si një nga institucionet më të përmendura, më të lakuara dhe në qendër të vëmendjes të paktën gjatë viteve të fundit, kjo për shkak të një sër goditjesh të personave të cilët deri dje mendonin të paprekshëm
Këshilli i lartë i prokurorisë ka miratuar listën me 4 kandidaturat për të qenë në krye të prokurorisë posaçme. 4 prokurorë që kanë shprehur interes janë Adnan Xholi, Klodian Braho, Doloreza Musabelliu dhe Ervin Gokaj. Kur përmenden këta emra, ka duke qenë se ju keni lidhje, i njihni në një farë mënyre ose në një tjetër. I njohim nga ana profesionale, sepse Patjetër, nga ana profesionale. Çfarë mendoni për të ardhmen e këtij institucioni? Shiko, që Spaku ka punuar, sepse është hekur e miti i papërshmërisë. Dhe këtu jemi gjithë koshient për këtë gjë, më thonë. Se si ka punuar në mënyrë të pavarur, në mënyrë tjerë, ju i shifni vetë situatat dhe komentet dhe divergjencat përkatëse. Kandidatët të 4 janë figura me karrierë, duke përmendur zotin Gjoli sidomos, që ka një jetë në sistemin e drejtësisë, nga prokurori i përgjithshëm për këto krime të rënda, ish krime të rënda, prokuror drejtues në Tiranë, prokuroria e përgjithshme prapë të Spaku, ka figura shumë të rritura të cilat kandidojnë, janë 4 veta, është edhe një zonjë, Doloreza, mos të harrojmë shumë figurë pozitive dhe shumë figurë karrieriste që është aty, domethënë. Shpresojmë që të zgjidhet më mirë, jo të ketë një zgjedhje të ndeshme, duhet të thonë edhe kjo, sepse nga mediat çfarë s'po lexojmë, vërtet e kemi në shqiptarët, a din, jo djali këtu, jo antari këtu, jo. Pra domethënë, nga ju i kemi lexuar, se si kemi shpikë ne. Absolutisht, e kam të qartë. Në këtë përfundim të mandatit të zotit Dumani, për hir të së vërtetës, ka qenë një ndër personat në qendër të vëmendjes, ka qenë një nga personat më të sulmuar, qoftë nga politika apo qoftë edhe nga element apo faktorë të tjerë. Si do ta vlerësonit punën e tij avokat? Duke marrë parasysh gjithë këto vite për të cilat zoti Dumani ka punuar në SPAK dhe jo vetëm zoti Dumani, por edhe skuadra e tij. Po patjetër, nuk jam një institucion vlerësues, është KLP ajo që jep vlerësimet përkatëse për prokurorët e Shqipërisë. Por unë di të them vetëm që në kohën e Dumanit ra miti i papërshmërisë. Dhe kjo është diçka që s'ka ndodhur përpara. Kjo është e gjitha. Është djalë punëtor, por vazhdon punën, sepse në qoftë se nuk do jetë më drejtues, prokuror do jetë akoma, ai do vazhdoj punën. Drejtues është thjesht një administrator, një diçka, nuk është se tani që nuk është më drejtues i hupit zoti Dumani. Ai do vazhdoj punën, do jetë prokuror. Shpresojmë që të jetë një të nivele si ka qenë deri tani. Ne mos harrojmë se zoti Dumani ka drejtuar një prokurorit më të vështirë në kohën e 97-s, në Tropojën, ku nuk ndodhi pothuajse asnjë ngjarje, kur ishte aty. Djalë punëtor mund ta vlerësojmë. Vetë në thelb institucioni i SPAK, çfarë na sjell në vëmendje avokat, duke patur parasysh edhe problematikat të cilat janë të Shikojmë se SPAK-u nuk është në një xham ose në një hata e madhe. Është thjesht një institucion i pajisur me prokurora, me oficera policie që quhen ato të BKH-s, pra është një organ hetusie, ka një emër sepse SPAK-u u krijua për krime të veçanta. Nuk është se prokuroria e Tiranës është më e keq se SPAK-u ose prokuroria e Shkodrës ose ku ta di unë. Si është SPAK-u është një institucion njërisi e re, e ngritet me fondet e amerikanëve për të hetuar krime të veçanta dhe krime të caktuara, për vepra të caktuara penale, normalisht. Kështu që njerëzit tremen një SPAK-u është thjesht është një organ hetusie, që se ti më rregull me veten, as ke pse me pas punë me SPAK-un, megjithatë as ke pse me pas frikë për SPAK-un, sepse edhe një prokuror i thjesht i Tiranës mundet me tetue, me kupton. Kështu që SPAK-u është një institucion i ri, një risi e re, edhe ajo gjykat, GKK-ja është krijuar një gjykat e re, gjithmonë me fondet e amerikanëve, për të hetuar, arrestuar një kategori të caktuar individesh, të cilat
gjykatët normale dhe prokurorit normale nuk e kishin tagrin, ose ju hoq tagri atyre gjykatave edhe prokurorive dhe do i hetojnë këto, dhe me thanë, politikanë, individ të ndryshëm, të rangut të lartë të administratës shtetit. Kështu që SPAK-u nuk është një Google-e, që gjithë prokurorit të tjera mund tjetë SPAK-u. Okej, kanë kushte më të mira, ndërtesa më të bukura, gjithë ato rroga më të mira, kështu. Po të shi, hetusia është edhe ajo. Pra të me thënë, organ hetusia që vëtë edhe SPAK-u. Absolutisht. Avokat, fjala ju e fundit, gjithmonë për këtë hapësirë, të intervistës për sistemin e drejtësisë. Se nuk do t'jetë fjala ju e fundit. Pra se na pushkatu e amanë se qëfar po ndodhë. Absolutisht, ja. Fjala ime e fundit, që të thëmë. Duke padur parasysh edhe gjithçka që diskutuam. Ne duhet të përshtasim shumë. Shiko, në qoftë se nuk mundesh me bëj diçka, me hallon dorën dikujt, paktën mos ja thuj fjalën e keqe, sepse nuk e din as ditën si e ka, ndoshta ajo fjalë e keqe në atë moment, ati ose asaj mund t'ja shkatrojnë gjithë ditën. Ban mirë, thuj fjalë të mirë, se s'po gjen gjë e para, e dyta, unë ju bëj thirrje gjithë institucioneve shtetërore, patjetër, Ministrisë së Drejtësisë, që të kenë vëmendjen shumë te pala e avokatëve, sepse pa avokati nuk ka drejtësi. Nuk ka drejtësi. Si mund, prokurori është akuzator, organ akuzues. Gjykata ha mendohet me kena ajo që jep drejtësinë, si mundet me dhënë drejtësinë, ku ka vetëm një palë që akuzon. Duhet edhe i palë mbrojtëse. Absolutisht. Duhet edhe i palë mbrojtëse. Prandaj unë them që të kthehet vëmendja, të fuqizohet roli i avokatit në shoqërinë civile, edhe të jepet një rëndësi të veçantë komunitetit të avokatëve, sepse vërtet janë, për mos me thënë, pjesa më e rëndësishme e sistemit gjyqësor. Faleminderit shumë që ishe sot në studio. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Ne do të shkëputemi në publicitet, rikthehemi sërish pas pak.